i zoti shpish, i kësaj ka nejtë shumë me Xhelal Hajda tonë. Ka nejtë në Gjermani, edhe ka qenë një kontributës, edhe që shmëdhën e ka pas një pa diskutim, dhe më dhënë e kam shtetë tonin në çdo situatë. Duke qenë edhe nepi, që i familjes Doraku, ai edhe ka pas shoqëri shumë mirë me Xhelal Hajda tonë. Gjatë luftës UÇK-s, unë disa herë ju strehun që familje. Ferizi edhe Rafeti, ta që në tonë 3 e di, unë edhe ju pas një siguri për shkak se nona Rafeti, Gjyla, është motra Mon Abdurrahim Krasisit, baba i dëshmojnë shumë Sait Krasis. Edhe ne, duke qenë se e kemi pas streh në bazë në ditë fshira të luftës, edhe unë disa herë e ku kalu edhe natën, edhe ku marrë mbështetje, edhe jo vetëm unë, por edhe të tjerët janë strehuar këtë familje. Ne sot ne jemi të nderuar që e kemi Gjyla ka vdek vonë pas luftës, nuk e di sot, 2 vjetë, edhe ka qenë një gru e fort, një gru e zonja, një gru fizike, një gru që ka dhënë një kontribut në gjitha mënyrat e mundshme, këtë që ka pas mundësi apo në shtetit të luftës së UÇK-s. Nëse dhe shpalosim një plak, e cila plak dëshmon kontributin e kësaj familje, kontributin e Smajlit, zotit shpis, kontributin e Gjylës dhe familjes, e këtyre familjeve të pra, në përmet kësaj plakën a dëshirojnë me tregu fakte dhe me dërgu porosi që ka familje plot, edhe këtu në dushës që është familja e Smajlit Dorakut, familja e Gjylës, që pa rezerve kam shtetë luftën për liri dhe në vigjilje të ditës së çlirimit të Rahoveze, që është nesër, ne shpalosim këtë plak që në fakt është një kujtim që do të jetoj gjatë në mendjen edhe zemrat atyre që kanë marrë përkrahjen, kanë marrë mbështetjen edhe kanë gjetë sigurie në këtë streh të UÇK-s, që është familja e Smajlit Dorakut. Kërkoj falje që më përmeni Gjylën, për shkak se është bie e Ratkusit, edhe për shkak se është nipi i saj është dëshmuar. Pra, në vitin 98 edhe 99 deri në mars, kjo familje ka qenë edhe ashtu, në vazhdimisht e lidhur me luftën, por në vitin 99 posaçërisht unë kam qenë njëri prej atyre që kam gjetë edhe mikpritje, edhe bujari, edhe mbështetje, edhe jam strehuar pikërisht vetë në këtë shtëpi e cila ka shumë dëshime, nuk është punë e saj, po shprehim respektin e konsideratën më të lartë për Gjylën, për nonën e juaj, edhe për babën e juaj, që thasha nuk ka qenë direkt këtu, baba ju këtu, po ka qenë një nga shokët më të mirë që i ka pas komandant Xhelal Hajda tonë. Haxhi, ju rritnera edhe mirënjohje për kontributin e juaj, familjes Doraku, familjes ngushtë të Smajlit, edhe respekt për gjithë ato që keni bo edhe keni dhënë për luftën. Edhe për lirin që e gëzojnë brezat e sotëm dhe besoj përjetësisht nuk ka gëzojnë edhe brezat pas nesh. Urime për plakën, unë e ftoj për ta pak poshtë në që ti mund të pak më non, po si do qoftë e ftoj Ferizin si përfaqësues i organizatës veteranëve që kudo se pashë si shenjë, si vendën në duhet që shenjë, shpalos plakën për krahjen e